Pasqyrë e kësaj vije është gjendja katastrofike e Shqipërisë. Është varfërimi deri në palcë i saj. Shok, ju lutem, shok. O shok, ta lëm. Ju ma vërtetuat mendimin tim, ma vërtetuat të fshehur në vetvete se Partia e Punës nuk rinovohet në qoftë se ju bëni kështu. Vërtitjet tuaja, jashtë çdo civilizimi dhe jashtë çdo kohe të qytetëruar janë pasqyrë e një partie që është shtrirë në shtrat dhe po jep shpirt. Ka pas një propozim që të mbetet kështu siç është Partia e Punës së Shqipërisë. Ka patur një propozim tjetër që të jetë Partia e Punës e Reformuar e Shqipërisë. Ka patur propozim që të jetë Partia Socialiste e Shqipërisë. Si shram dakord, hedhim fillimisht në vot propozimin që të ndryshohet emri i partisë sonë në Partisë Socialiste. Kush është dakord? Kundra? Abstenim? Miratohet. Partia quhet Partia Socialiste e Shqipërisë.